Zonja dhe zotërim, përshëndetje. Unë jam Thimi Samargjiu, kjo është Euronews Albania, do t'jemi bashkë deri në orën 15 për të cilët e kjo zhvillimet më të fundit, do ndalemi fillimisht tek ajo çfarë ka ndodhur mbrëmjen e dieshme në Washington, ku presidenti Donald Trump ka nominuar general-lejtnant Eric Wendt për postin e ambasadorit të Shtetit Bashkuar në Shqipëri, në Selinën e Tiranë. Ky emërim përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm në diplomacinë amerikane ndaj Shqipërisë, duke sjellë në krye të misionit një oficer karriere me përvojë të gjatë ushtarake dhe në operacione speciale, në vend të diplomatëve civil të mëparshëm. Eric Wendt është një oficer në pensionin e ushtrisë amerikane me gradën general-lejtnant. Ai ka shërbyer mbi 34 vjet në ushtri, prej të cilave më shumë se 30 vjet në forcat speciale. Është një general me 3 yje, siç njihet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra një nga nivelet më të larta të ushtrisë amerikane. Dhe për të folur për këto zhvillime, por dhe për shumë zhvillime tjera, do doja një koment parë të kisha për këtë propozim dhe çfarë mund ndryshojë në Shqipëri. Kam kolegun Gens Burimi. Gens, përshëndes. Po, përshëndes. Gens. Do t'je vështirë sepse që me jetë, sepse vë bast që as ministri jonë i jashtëm nuk e njihte këtë personazh. Jo, patjetër, po jo. Patjetër. Ja, nuk është emëruar ende, se procedura kalon Senat, je di shumë mirë por propozimi Trump. Po emërohej nga Donald Trump. Po. Dhe një, është emëruar nga Donald Trump, pastaj bërë. Kështu që vetëm mund të spekulojmë. Po jo, patjetër. General-lejtnant me 3 yje, domethënë, që sillen në Shqipëri. Çfarë mesazhi shkruan këtu? Okej, e para një. Ndryshimi nuk është ky, ndryshimi është që SBA po hyn në normalitet dhe pas 3 vitesh po sjellin një ambasador tek vendi i dakord me ty, po. Jam shumë okay. Jo jemi aleatë më dhej, SBA i mas kishte ambasador, po apo jo. Edhe në një vend që ka armik, ke një ambasador. Po, gjëja e parë kjo është një ndryshim i madh, më në fund sollën një ambasador, e para. E dyta, shtop që është ti bëre një përshkrim shumë të gjerë, po je shumë gentil, edhe nuk themo kryesorën që është një general në pension. Jo, thash, general pension, e thash, general pension. Unë theksoj që një pensionist, të cilin zoti Trump e emëroi 2 muaj para humbjes së tij në 2020 për kur fitoi Biden, në shtator e emëroi ambasador në Katar. Pra ka ishte 6 muaj që e mbante, domethënë që ishte pensioni që thuash. Domethënë një general që e mori në Katar dhe që flet arabisht. Për mua, ky personazh vjen në Shqipëri pikërisht për të mbikëqyrur aferat arabe të familjes Trump me Shqipërinë. I them gjërat siç u mendoj. Po, sepse Arapolës, Jared Kushner me Ivankën në Sazan. Sazani nuk janë paratë e Jaredit, janë paratë e arabe. Është fond sovran arab, një pjesë fondi sovran të Katarit. Kështu që ky general vjen pikërisht për të mbikëqyrur edhe një herë këto marrëdhënie midis Shqipërisë, arabe dhe familjes Trump, që ka sot shumë interesa. Së treti, do ketë një ndryshim se nuk besoj se do jetë si më pashmet, si zonja Jurikim e Tjermanav, nuk do të jetë për mendimin tim, duke marrë parasysh figurat e ushtarakëve, nuk do të jetë njëri shumë llafazan në kuptimin shumë mediatik që të do të më tepër enigmatik, do të pak a shumë si profili i kësaj që është tani, se harrova emrin, që është kërkuar me punë. Nancy Van Horn, po ngarkuar me punë, po. Po, ajo për shkak të pozicionit në ambasadorit që ishte pak diskrete, po ky do jetë si puna saj diskret. Jo sepse është ambasador, sepse ambasadori i Shqipërisë amerikan ka shumë potencial, por te ushtarakët e një në Francë e quajmë la grande mouette, sa po thënë ushtrinë e quajmë la grande mouette, në Shqip është Mehmetsia e madhe. Pa karakteristika kursorë e një ushtarak është të jetë fjalë pak, që do të ishte gjë e mirë për kontekstin shqiptar ku gjithmonë ambasadori amerikan shihet si një lloj konsulli në kohën romake. Por, ndikimet ti thuan në politikën e brendshme nuk do ketë, thua. Pra, nuk do vime dorë të hekur për politikën, për dhënë mesazhe politikën? A mund të ketë, sigurisht do ketë, që se vjen pra për aferat, për marrëdhëniet Shqipëri, familja Trump dhe arabët, do jetë spakut, shiko çfarë duash, po mikun tim Rama mos pa prek. Okay. Dyshimi im është se që prej kohës kur Rama shkoi në shkurt në Kneset, aty që një moment i shkrirë së akujve midis kësaj administrate Trump dhe Edi Ramës. Edhe ardhja e këtij ambasadori
do të jetë një konfirmim ose çkonfirmim i kësaj teze. Pra i tezës që edhe një herë janë shkrirë akujt midis Trumpit dhe Ramës, po i them Trump asë emrin Edi Ramës, besoj, po do të administrate dhe Edi Ramës. Dhe kjo dëshirohet. Pra tek mesazhi do jepet, për mendimin tim, unë jam i tezës që edhe një herë te SPAK-u sot ka mbyllur gojën që për 12 marsit, janë mendimin sepse te SPAK një formë ushtrohet, një formë presioni nga Washingtoni, që Washingtoni ky aktuali nuk i ka pik kompleksi të ndërhyrë në drejtsinë e një vendi sovran, kur ja do interesi, ndërhyrë në drejtsinë e Izraelit, ndërhyrë në drejtsinë e Brazilit dhe në drejtsinë e Francës, shqiptarët nuk e dinë. Por u detyrua drejtësia franceze të bëjë deklaratë që Macronit thonë stop Washingtonit të ndërhyjë tek neve sepse kërcënonte administrat amerikane drejtsinë franceze që mos të ndëshkonte, gjykonte zonjën Le Pen. E kuptoni ju kush është? Çe ka një problem ky zotëria, ky general, që të vinë në Tiranë pikërisht dhe me misionin që bën çfarë doni SPAK-ut, por Edi Rama mos sa preknin, që do ishte pashtu një lloj zhgënjimi ose një lloj shamati i jashtëzakonshëm për kampin Berisha, të cilët gjithë sytë kishin nga Trumpi, që edhe Trumpi trahton. Pra ti thua që në këtë moment opozita nuk besoj se është e lumtur nëse është ky